pranë Berishës. Basri. E tani nuk është dërguar mirë topi. E kjo është dalje mirë. Kjo është mundësia tani për skuadrën vendase. Vjen goditja. Pritje e madhe. Për Ferizajin, për këtu ishte depërtimi që krijoi shansin në kohën e dur. Vjen Alin Shabani Metërshit quan në mesin e portës. E aty arrin ta pres topin portieri Margongo. Nga Topalaj. Portieri Margono. Qojmë, është evituar një pozicion e jashtë loje. Barazimi këtë parapartave për momentin e Gjilanin në vendin e 9 në tabel. Është për momentin parashytët në vendin e 9 në tabel. Rësimi ka Benjamin Pecit. Ndërhyn në portieri është devijuar. Insistua se lafën Baftiu. Të qansët e punët brepsën. Baftiut deli sigurt. Pati lidhje me offside. Faton e ziri në portën e zbrazët. Gjuajti duke realizuar dalje jo mire sul. Atenti. Tahiri provojët. Blend Baftiu. Krasimi është i rrezikshëm. Nuk arrin që Ashtu në topin para Roganovic për Thaqin, shumë i fort pasimi Del Margono me kohë. Mundësia për arkim, devijo, topi shkon direkt. Çfarë rasti? Edhe një mundësi tjetër, hapet lojat e Thaçi, harkimi në qendër. Ka dalë. Bjen arkimi i ti, Margono jo i sigurt. Shpoton skuadra e Dugagjini. Shohim edhe një tani Den Hysen me molla. Topi para drejt me Vlan Zekës, ka dalë Margono. Shansi këtu Florent Avdyli. Provon të arkoj drejt zonës e mirit e nuk realizohet ashtu si që mend. Pasimit e Gnapi. Aksel Gnapi sa i shpejt. Harkimi rrezikshëm në duar e ka portieri Menus Gnapi. Drejt kryezi Ylbori. Fort është ai top. Do të gjej atje Altin Aliti. Me kjo mund tjetë portieri. I rrezikshëm është harkimi, intervenon Margono. Nis këtu portieri amerikan. Pasimi të iniciativës që futet mes dy lojtarëve. Tjetër harkimi rrezikshëm. Pevçeli Kamerunasit. Harkimi nga Betiu ndikoi këtu. Bie koncentrimi kontrollai konditje lehtë. Kjo Margono rushton topin e ka mundur edhe ta kap lehtë këtu. Okej, Davi, good try. Pasimi në dhellësi, Margono kontrollon topin.